Mobilizimi është i jashtëzakonshëm. Kjo me që një aksion i madh po zhvillohet këtu në Lisbonë të Portugalisë. Autoritetet vendase të mërkurën sekuestruan rreth 5 ton kokainë nga një anije transporti që dyshohet se u nis nga Amerika e Jugut. Për këtë rast u angazhuan pothuajse të gjitha ekipet e mundshme të sigurisë, meqense sasia ishte shumë e madhe. Este ano, 2020. Pjesa më e madhe e kokainës ndodhej brenda një kontejneri, ndërsa pjesa tjetër ishte fshehur tashmë në hambarin e anijes. Kjo drogë që ishte fshehur në hambar ishte nxjerrë nga kontejneri ku ishte ruajtur fillimisht. Lidhur me këtë akt, tashmë 3 shtetas të huaj që ndodheshin në bord u arrestuan, një italian, një kolumbian dhe një nga India. Policia tha se deri më tash Portugalia ka sekuestruar rreth 28 ton kokainë gjatë këtij viti. Arrestime jo shumë larg Lisbonës zyrtare pati edhe në Spanjë për pothuajse të njëjtin shkak. Policia atje njoftoi se pas një operacioni arritën të kapin plot 21 ton kokainë e ku si pasojë 44 persona ranë në pranga. Arrestimet e para u kryen në mars të vitit 2025 kur policia atje arrestoi 36 persona dhe zhvilloi kontrolle në rreth 50 prona në Ekuador.